Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se pas bisedimeve me zyrtarët amerikanë në New York, pret një zgjidhje pozitive për çështjen e doganave të larta amerikane për importin e mallrave nga Serbia. Vučić u tha gazetarëve se megjithëse se kishte planifikuar një takim me sekretarin amerikan të financave Scott Bessent, ai takim nuk u realizua pasi Bessent papritur kishte një takim tjetër, po shtoi se zyrtarët me të cilët bisedoi, Richard Grenell dhe John Jovanovic, ishin në koordinime të. Ai shtoi se me Grenellin i dërguari special i presidentit amerikan për misione të veçanta dhe me Jovanovicin, presidentin e ri të Bankës Export-Import të SBA-ve, diskutoi edhe për tarifa doganore prej 35% për importet nga Serbia. Është diskutuar për këtë çështje, por do të jetë një proces më i gjatë. Shpresoj se do ta zgjidhim me sukses. E shoh që është në procesin ndërlikuar, por gjithsesi shoh rrezë dielli në fund të tunelit, pavarësisht procedurave shumë të komplikuara, tha Vučić, i cili ndodhet në New York për të marrë pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Doganat e larta amerikane për importet nga shumë vende hyn në fuqi më 7 gusht, raporton Nova.rs. Tarifat që SBA ka vendosur ndaj Serbisë janë më të lartat në Ballkanin Perëndimor dhe pas Zvicrës, ndër më të lartat edhe në Europë.